Vetit tona janë më të forta se aftësitë. Vetit tona dikush janë karakteri, identiteti, mendësia, bindjet, shprehjet, mençuria janë më të forta se aftësitë. Pa këto ti nuk ndërton dot aftësi. Do të bësh sukses, do të ndërtosh bazat e suksesit. Bazë suksesi zhvillimi, rritja jote personale, profesionale, ndërtosh identitetin tënd, karakterin tënd, do ndërtosh mendësinë e dur, kush është qendrimi i dur që ti do të mbash në jetën tënde, kush është ajo që është burim energjie, që do të bëj të mundur që ti të ecësh në rrugën tënde. Dhe në një moment të caktuar, ti kur e ke të qartë vetën tënde se kush ti do të jesh dhe kush janë aftësitë tua dhe pastaj kush janë burimet e tua, ti do të shkosh në një nivel tjetër. Në një nivel tjetër si ndërtosh një sistem, si ndërtosh një mekanizëm i cili të funksionojë dhe të prodhojë më tepër. Është mirë të prodhosh gjërat dhe të bësh gjërat vetë, po mund të mos jenë të mjaftueshme. Të duhet skuadra, të duhet një organizat, të duhet sisteme, të duhet mjete, të duhet një kulturë, ta kuptosh të konceptin, sepse neve themi po bëj biznes, po bëj namin. E disa mijëra dhe miliona njerëz bëjnë startupe dhe disa nga këto përfundojnë jo vetëm kohën e tyre, por edhe lekët e tyre që hedhin poshtë. Se si janë të gatshëm. Si janë të gatshëm në radhë parë nga ana e të ndërtuarit të vetës së tyre. Se kush janë ata njerëz. Dhe jo pastaj të ndërtim të sistemi. Unë kam ide. Ideja është, okay, shumë e bukur, por puna është që ti a e ke gjetur skuadrën e dytu, a ke gjetur një organizat, a ke gjetur partnerin e dur, a je i gatshëm me të gjitha strukturat, burrimet, sistemet, me kulturën që ndërtosh, filozofinë që ndërtosh, strategjinë, mjetet, çfarë të duhet tyja që të arrish to? Por puna është që ta ndërtojmë themelet dhe pastaj shkojmë në ndërtimin e asaj makinerie. Por ti nëse nuk ndërton themelet e tua, nuk ke mundësi ndërtosh themelet e një organizate të fuqishme, të shëndetshme, të shkëlqyeshme, që të prodhojë rezultate në mënyrë të vazhdueshme. Ti do të mjeshtërosh çdo hallkë, çdo departament, çdo njësi të biznesit nëse do që biznesi jo të jetë suksesshëm dhe të jetë suksesshëm në vazhdimsi, që të bësh ndryshimin, por ama të ndërtosh të makineri dhe të kënaqësh, të rish dhe të thuar shiko çfarë kam ndërtuar dhe prodhon. Pra sa i aftë je ti ta kuptosh biznesin, sa i aftë je ti të ndërtosh të gjitha strukturat. Një gjë të duhet për të shkatëruar gjithë biznesin tënd, gjithë të ardhurët tua, gjithë parët e tua të investuara, gjithë djersën tënde. Se ti si e kujdesur për atë gjë. Dhe ajo gjëja mund të jetë pikërisht integriteti tënd. Një fjalë që do nxjerrësh nga goja jote të duhet për të shkatëruar gjithë ato investime që ti ke bërë.